Objektet hotelierike do të kenë afat deri në 1 vit për t'i përshtatur terracat e tyre me ligjin e ri për mbrojtje nga pirja e duhanit. Sipas ndryshimeve të propozuara, terracat nuk do të duhet të jenë të hapura nga 3 anë, por do të jetë mjaftueshme të kenë hapje të paktën nga 2 anë. Kjo është një nga kërkesat e pranuara, përderisa procesi i dorëzimit të vërejtjeve është mbyllur, njofton ministri i Shëndetësisë Azir Aliu. Prihvateno беше odložувањето на примената на законот за тераси, отворени тераси од 3 страни, кои што за жал сега се затворени, им треба време за да може да се инфраструктурно да се прилагодат кон законот. Në hapësirat e mbyllura, pirja e duhanit do të ndaluhet plotësisht, duke përfshirë edhe cigaret elektronike. Sipas ligjit, parashihet kufizimi i shitjes së cigareve elektronike me shije të ndryshme, ndërsa produktet të tilla do të mund të shiten vetëm me shije neutrale ose me shije duhani. Ministri thotë se qëllimi është të ulet tërheqja e tyre tek adoleshentët. И ќе бидат забранети сите тие вкусови кои што се благи и атрактивни за младите, а според направените анализи и според барањата, само ќе дозволиме електронски цигари да се продаваат со неутрален вкус и со вкус на тутун, се со цел да може населението кое што веќе консумира традиционални цигари да може да се префрли на електронски. Ndryshe, të dhënat nga anketa e Ministrisë së Shëndetësisë për konsumimin e duhanit tek të rinj për vitin 2024 janë shqetësuese. Gjithsej 13.6% e nxënësve nga klasa e 7 deri në të 9 në vend përdorin produkte duhani. Mbi gjysma e tyre janë të ekspozuar ndaj tymit të duhanit në shtëpi. Anketa përfshi nxënës 13 deri 15 vjeç dhe është realizuar në 75 shkolla ku janë përfshirë afro 4700 nxënës. Ligji për duhanin këtë javë që vjen pritet të definohet plotësisht në qeveri, pas çka do të gjendet në kuvent para deputetëve dhe të fillojë të zbatohet.